cili në momentin e përballjes apo momentin e revoltës mund të eskalohet në një moment nga njëra palë dhe kundërpërgjigje nga institucionet nuk ka qenë asnjëherë korrekte. Por ne kemi një marrëdhënie të shkëlqyer informimin me ndërkombëtarët. Ne kishim takim edhe me Kanister, ne kemi takim tjetër ditën e nesme përsëri me përfaqësues partive popullore europiane, kemi çdo ditë takime me ambasador, takime me përfaqësues organizatave ndërkombëtare, i informojnë, janë të shqetësuar të gjithë për imunitetin e zëvendësve kryeministre, sepse të gjithë besojnë që para drejtësisë duhet jemi të barabartë dhe nuk duhet të bëhet asnjë buroj kur heton drejtësia, dhe në këtë aspekt bashkohen të gjithë me atë që kërkon në Partia Demokratike, që të votohet një raport për dhënien e autorizimit të SPAK-ut për procedimin e mëtejshëm me zonën Palloni. Dhe pyetja e fundit, zoja Zhupa, prisni që edhe këtë herë për protestën e kësaj të shtune, që policia e Tiranës të mos e miratoj lejen siç bëri javën e shkuar, nisur edhe nga situata siç ndodhi të premten? Shiko, policia e Tiranës nuk kupton se çfarë shkruan, sepse ne nuk kërkojmë leje për protest. Protesta është e drejtë kushtetuese dhe po sipas kushtetutës ne thjesht lajmërojmë. Pra ai nuk mund të thotë nuk të jap leje për një gjë që nuk i kërkohet leje. Ne kemi për detyrë sipas ligjit dhe sipas kushtetutës të lajmërojmë ditën, orën, vendin, dhe ne e bëjmë këtë gjë. Dhe ata kanë për detyrë që të marrin masat e duhura për protestë. Nuk kemi kërkuar dhe nuk kërkojmë leje për një të drejtë kushtetuese. Patjetër që deklaratat e tyre janë deklarata që të shtyjnë qytetarët që mos marrin pjesë, që të kenë frikë, që të stepen, por nuk kanë funksionuar dhe nuk do të funksionojnë. Qytetarët kanë ardhur shumë dhe do të vinë të shumë. E dinë që opozita nuk ka asnjë skenar dhune apo destabiliteti. Vetëm skenari që ne kemi është protesta, një revolt normal i qytetarëve ndaj vjedhjeve që i bëhet në çdo ditë, ku kryeministri shkon me helikopter, ndërkohë që qytetarët presin 24 orë të bllokuar se janë shumë rrugët që ka bërë ky kryeminist. Në këtë aspekt revolta është mëse normale dhe kur eskalon nga fjala tek një veprim pak më i fortë, por asgjë që bëri rendin demokratik. Do t'ju mungojnë me sa duket demokratët e juglindjes nëse rruga Vion të jetë bllokuar deri të shtunën, se gjasat për t'u hapur nuk duken. Është e vërtet, është shumë e vështirë për qarkullimin në pjesa e juglindjes dhe sigurisht do të kemë problem dhe për qenë në protest. Është për të ardhur keq se si ngjarje që ndodhin nga fatkeqësi të mëdha natyrore ose nga bombardime e lufte në Shqipëri ndodhin nga një keqeverisje dhe nga një vjedhje dhe abuzim masiv që i bëhet projekteve publike dhe të izolosh vendin në vitin 2026 pas një shkak fatkeqësie natyrore apo lufte, tregon qartësisht që ne pushuesin më të madh kemi qeverinë. Zoja Zhupa, ju falenderoj shumë që ishit bashkë me mua për të ndarë këtë bisedë mbi zhvillimet më të fundit në vend. Do të kemi mundësi të takohemi për të tjera ngjarje. Faleminderit, është gjithmonë kënaqësi biseda me ju.